Në funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore, si dhe të rritjes së parametrave të sigurisë në rrugë, Policia Rrugore Fier ka vijuar kontrolle dhe monitorimin e akseve rrugore nëpërmjet përdorimit të teknologjisë, kryesisht për sjelljen e këmbësorëve në rrugët interurbane kryesore në raport me normat e sjelljes për këtë kategori përdorues të rrugës. Kontrollet kanë si qëllim jo vetëm parandalimin e aksidenteve rrugore, por dhe sensibilizimin e këmbësorëve për rëndësinë jetike që ka përdorimi në nënkalimeve dhe mbikalimeve në këto kategori rrugësh, të cilat për shkak të karakteristikave teknike dhe shpejtësisë së lejuar në rast aksidentesh rrugore mund të jenë fatale për jetën dhe shëndetin e këmbësorëve. Policia Rrugore Fier do të vijojë kontrollet dhe vendosjen e masave administrative ndaj të gjithë këmbësorëve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe apelon për më shumë kujdes nga këmbësorët, si dhe të përdorin mbikalimet dhe vendkalimet e dedikuara për kalimin e rrugës. Disa sekonda të kursyer nuk vlenjë sa jeta dhe siguria juaj. Respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor është përgjegjësi e përbashkët dhe kontribon drejt për së drejti në parandalimin e aksidenteve rrugore. Siguria në rrugë fillon nga secili prej nesh.